Pas ndërhyrjes nga toka dhe nga ajri, situata e zjarreve në vend po përmirësohet. Shumica e vatrave janë vënë në kontroll, ndërsa ekipet e emergjencave vijojnë betejën me flakët në 5 vatra aktive, ndërsa 5 të tjera po mbahen në mbikëqyrje. Në malin e Dajtit, zjarfiksit dhe një helikopter i forcës ajrore po ndërhyjnë për shuarin e flakëve mbi tunelet e qafmollës. Zjarri në këtë zonë vijon, por nuk ka rrezik për zonat e banuara. Një vatër zjarri është reaktivizuar në një sipërfaqe prej rreth 8 hektar pyje në malin e Dardhës në Librazh. Në terren ndodhen zjarfiksit e zonës për ta lokalizuar. Në Ballënjë të Dibrës, flakët vijojnë në terren të vështirë shkëmbor dhe pa rrezik për zonat e banuara. Edhe në qaf Helmës të Bulqizës, vatra vijon të jetë aktive dhe mbahet në monitorim. Njëkohësisht po punohet dhe për izolimin e vatrës në Valikardh, ku flakët favorizohen nga era, ndërsa në zonat e Gjegjanit, Gojanit, Prozhemit dhe Tërbunit në Puk, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, nuk ka më vatra aktive zjarri, por situata po mbahet në monitorim.